Këtu kemi në molla Muharrem Ismaili është hoxh në xhaminë e Isabeut, është xhami qendrore në Shkup, ka kryer fakultetin në Medinë. Elhamdulillah, do thotë është hoxh aktiv, përveç domethënë xhami që mban hutbe, ka edhe ligjërata atje te xhamia e vet, plus në qytete tjera domethënë të Maqedonisë. Këtu në Gjermani, elhamdulillah, ja don fati, domethënë se o kon një vjet në Ramazan në Hanover, e o kon pastaj në seminar që kishim par vjet në Ulm. Elhamdulillah, ishte do thotë para një muaji edhe në Austri, në Linz, te ato vllaznit. Dhe si mysafir, do thotë që për herë të parë takohet me xhamatin, do të japni fjalën këtij pak në këshill, e pastaj se na nifemi më harë, se imagjin ma kujtoj në aeroport të ardhur në Hagen, tha 99 jemi taku në Haç, atë kujtohet thash vallai. S'm kujtohet se 13 vjet koha e na o gjallart pa kemi problem me xhamati kanë koritemi se me shumë xhamat na arrim tubime ndryshme, takime ndryshme, s'po mujna këtë emra të mimojt, edhe tash na a meselet mimojt me na emrat e xhamatit. E tash mimojt edhe meselet e emrat s'po mujna, se si Imam Buharia rahimahullahu taala e ulema të tjerë. Kështu që do kanë herë na i bën halal xhamati sigurisht në zonë për të madhe kur takohemi s'na kujtohet, na ndodh disa herë atë kujtohen ajo vallahi, tash po vjen rond më thon që pas që marrua din se po kujton si neglizhim ose ignorim i tij, po jo vallahi, po thjesht elhamdulillah Allahu që takohemi në shumë vende me shumë xhamat. Kjo është ajo që na gëzon. Se më herë domethën para që agjia e përmendë vetë para 30 vjetëve, 40 ndoshta do thotë se janë konë xhamis shumica apo këto. Ne tash elhamdulillah Allahu që e ka sjell situatën, domethënë që shumica me qenë në xhamia, mu taku domethënë tribuna, punë të hejtë, punë të mira. Elhamdulillah që do të unë me një pjesë vllazimi mi takuna edhe në Shtolber ku ishim vjet me Hoxhën Feridin. Masi Hoxha Muharrem është për herë të parë, po jap në përparësinë e pastaj e vazhdojmë edhe na diçka inshallah taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahi al-Mabuthi, rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. Allahun azza wa jalla e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sparer falenderoj Allahun azza wa jall që ma mundsoi që të jem mesin e juve. E dyta, më njëherë pas këtij falenderimi do t'ju falenderoj edhe juve që u bë shkaktar, do thotë që të jemi domethënë së bashku në këtë mezhlis të ngrohtë, mezhlis vëllazëror, dhe lutem Allahun kështu dhe këtë formë të ndahemi nga njëri tjetri me përmallim dhe me dëshirë që të shihemi përsëri. Atë që du ta potencoj këto në mënyrë me disa fjalë shumë të shkurta, pasi që edhe mu më bjerë rallë kështu me ndejtë më hoxhën në mezhlise pak ma vllazërore, që të japë mikon më shumë ati, do ta përmendi një element, i cili element ruan raportin vllazëror. Dhe i shtin që muslimanët atë dashuri që e kanë ta vazhdojnë gjatë jetës deri në vdekje. Dhe padyshim se kjo është një lumturi dhe një gëzim që ndihet në zemrën e personit apo në zemrën e muslimanit kundrejt vëllezërve të tij musliman. Që të arrijmë këtë element, këtë dashuri dhe të gëzohemi kur qihemi me njëri tjetrin, duhet me pas një çështje, një segment në jetën tonë të përditshme. Ajo është nasihati. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dinin e cilëson si nasihat. Dhe në hadithin që thot e dinun nasiha, thot i gjithë dini është nasihat. E tregon nasihatin dhe e manifeston në atë mënyrë sikur se e gjithë feja një tërësi është komplet nasihat. Edhe me të vërtet, e gjithë feja është mësim në të mirën dhe ndalim nga e keqja, që është në vetën nasihat dhe këshill.
Dhe ajo që e ban këtë ummet specifike dhe dallon nga ummetet tjera është mu elementi nasihatit. Nëse një musliman thot se unë jam ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mendon se është pjesë përbërëse e këtij ummeti, duhet pyet vetveten se sa është nasihatxhi, sa e këshillon vëllezërit e tij musliman, sepse nasihati është sikur si ilaçi, sikur se barnat, është i idh në momentin e parë, ama trahaton në të ardhmen. Me të vërtet nasihati kur ja thu dikujt, është i idh në çastin e parë, për çka të garanton dhe të siguron dashuri me atë vëlla në të ardhmen gjatë të jetës tënde. Dhe për këtë çka thot Allahu Azza wa Jall, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni ummeti më i mirë i cili ka ardhur në rrugën toksor. Thot ju jeni ummeti më i mirë, khayra umma. Ju jeni. Shpeshherë muslimanët kur e lexojnë këtë ajet kuranor, mendoj se kjo ajet ka zbrit veç për Ebu Bekrin dhe Omerin, radiallahu anil xhemi. Por se dije se një pjesëtar në këtë hisë të ummetit je edhe ti, ama nuk je vetëdijshëm. Dhe thot, jeni ummet më i mirë, dhe këtë epitet e keni marrë për një çështje, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sepse ju urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Kjo ju ban juve më të mirë. Kjo ju ban juve ummet i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ju ban nga ata për cilët pejgamberi sa në ditën e gjykimit ka më thonë ummeti jem o Zot, ummeti jem o Zot. Ka me lutë Allahun azza wa jall për atë ummet, për ummetin e vet. Dhe çdo herë që ti je aktiv në urdhërimin në të mirë, je aktiv në nasihat dhe në këshill, aq më afër ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam je. Aq më afër dhe më shumë ke hisen në këtë cilësi që është ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo herë që ja largon dhe ja kthen shpinën urdhërimin në të mirë dhe nasihatit, aq më larg dhe aq më i shkëputën je nga çka familja e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo çështje është çështja e cila ruan unitetin e këtij ummetit dhe garanton dhe siguron dashuri dhe harmoni mes atyre besimtarëve. Këtë po e them për një shkak, nga se njeriu pa marrë parasysh se çfarë gradën devotshmëri ka arrit, çfarë gradën dituri ka arrit, çfarë gradën pasuri ka arrit, përsëri është gabimtar dhe përsëri është i nevojshëm për nasihat dhe këshill. Pa marrë parasysh se ti sa ke lexuar dhe sa din dhe sa je aktiv, përsëri ke nevojë për me të këshillu dikush. Por se pyetja është se vëllezërit e ty që i ke afër vetes dhe rreth vetes, a janë nga ata që ta dojnë të mirën, apo janë nga ata të cilët ta mshen ka shpina dhe thënë veç përpara se mirja. Ai që ta don të mirën ta i thton. Ai që ta don të mirën, kur çese ke smundje ta jep barnën dhe ilaçin dhe mundohet që me të mjeku me atë ilaç dhe me atë barnën që ta jep. Ai që ta don të keqen nuk tregon se ke simptome të smundjes. Kjo është rregull dhe shembull shumë konkret që gjithë njerëzit e dinë, por fatkeqësisht her pas here i mbyllim mësit dhe bëjmë hatër në dëmin e të tjerëve. Sepse fundi fundit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ky ummet është sikur se një trup, idha shtaka minhu udwan tadaa minhu sa'irul jasad. Thot kur ankohet nga ky ummet një trup, një pjesë, një gjymtyr, ankohet vetëm një gjymtyr, thot e gjithë trupi e ndin dhimbjen. I gjithë trupi e ndin dhimbjen. I gjithë trupi e ndin problemin. Nëse e shesë një vëlla musliman ka nevojë për nasihat dhe është sëmu, më njëherë shpejto tregoje nasihatin dhe këshilloje, sepse nesër ajo smundje dhe ti ka me të kaplu. Sepse ne jemi një vëgjot, një trup, dhe asnjëherë nuk ja zgjësojmë në pjesë të trupit nga tjetra. Çdo pjesë e trupit tonë është i rëndësishëm, pa marrë parasysh se është në kryes apo në fund të komës. Sepse kjo krye nuk ka mundësi me hecë para pa ekzistimin e komëve. Sepse nëse i kemi komë të forta e s'kemi kry, përsëri ato komë nuk kanë me ditë me hecë,
sepse kryja i tregon komës ka të shkon dhe çka të ban. Kjo është një shembull dhe yrnek që gjithë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhet pas parasysh. Dhe se tham për në fund, mos e asgjëso vetveten. Mos e asgjëso fjalën tonë dhe të mirë që e din. Mos e asgjëso punën e mirë që din ta bësh. Çdo kush ka mundësi me kontribu për këtë din dhe për këtë fe, me mundësi që i ka. Nga këndi i vetë, nga profesioni i vetë dhe nga aftësitë e veta që i ka. Dikush me fjalë, dikush me vepër, dikush me punë, e dikush me heshtje ndonjëherë. Kështu që tham, mos harroni elementin e vëllazërisë, pasi që jetoni do të thotë me një vend të huaj, me një vend ku muslimanët janë pakic, edhe mos harroni që nëse ju doni me majt këtë unitet dhe me zhvillu në të ardhmen më shumë e më shumë, që këtë xhamat me shtu dhe këtë hajër, këtë davet me ua tregu edhe të tjerëve, duhet që të këshilloni mes vete. Duhet që të bëni nasihat mes vete për të mirë e për të keqe. Lutë Allahun azza wa jall që gjithë juve t'ju bekoj, t'ju jep siguri dhe rahatin dunjë e ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëleft. Allah shpëleft edhe ti, mashallah, te barakallah. A ka dikush nëj sen me tregua, me pyet në sena? Se edhe ju keni tregime interesant, ornalla. Po që për shembull e keni vëllai që nasihatën më dhon. Çdo herë e paramenon me çfarë nësi që duhet më ndryshuar Allah. E se pranon me agresivitet, edhe thotë ky po më ndan kështu edhe largohet prej tij. Ose të merr keq e vesh. Çka do të më bësh? Do të për me përsëritë edhe njëra, e jep këshill, por ai e refuzon me agresivitet këshillën. Një herë, dy herë, shumë herë. E tash ja duhesh me vazhdu me këshill apo duhesh më nal edhe me lënë më atë njeri. Thot Allahu azza wa jall: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana." Thirr në rrugën e Zotit me urtësi dhe me këshilla të mira. Kjo udu do të thotë është fel mudhari. Edhe është në mënyrë urdhërore. Do të thotë urdhëro vazhdimisht që pa ndal. Mos u lodh. Në rrugën e Zotit me urtësi dhe me fjalë të mira dhe me këshilla të mira. Dhe asnjëherë nuk di çasti dhe momenti kur ti ke me gjetë atë person të gatshëm dhe të thimë që me pranu do të thotë fjalën tonë dhe të mirë që je duke e thonë. Natyrisht vazhdimisht duhet pas parasysh mënyrën e davetit, momentin e davetit, sjelljen gjatë davetit, gjatë nasihatit po flas këto dhe kështu me radhë. Tregohet një rast që e kam dëgjuar motion, që është rast i vërtet nga disa xhallar në Saudi, që e përmendin për ligjëratat e tyre, ka qenë një hoxh, një thirrës, më mirë me thonë, një nasihatxhi i mirë, i cili shumë herë e ka këshilluar një tregtar që me sakrifiku për hir të Allahut. Ai ka qenë pak larg dinit. Ka qenë jo i udhëzuar aq sa duhet. Edhe çdo herë që ka shku tek ai, e ka largu. E ka përzon. Bukfalisht do thotë e ka largu dhe e ka përzon me fjalë të këqija. Derisa një ditë ky personi përsëri me fjalë shumë të mira, shumë të buta, i thot me sakrifiku dhe me ndihmu fejnë Allahut. Por se ky e ka pas qëllim ma shumë çka udhëzimin dhe këshillimin e këtij, se sa që mi nxjerr pare prej xhepit. Por se domethënë është mundu në këtë formë që atë me afru dhe thot me hajratet që ai i ka ditë. Derisa kini ditë i dhërohet edhe e pështin në ftir. E pështin në ftir, thot ballma ti çtum ke ardh, si e kemi në zanat, edhe po e pështin në ftir. Edhe ki para mendoj çka i thot. Thot kjo ke për mu pështima, Allah është përbleft. Qa ki me dhonë shtash për Allah? Edhe ki më qatë, dorëzot. Ja nis me kajt, dorëzot edhe udhëzot prej qati qasët, prej qati momenti, edhe bëhet nga njerëzit që i kanë ndihmu në fejnë dhe dinin dhe davetin, më shumë ti prej gjithve. A më çdo sabër, sakrifikim. Sepse fundit, ti kur ja ban davetin apo nasihatin ja ban për hir të Allahut, se ban për vete. E pranoj, elhamdulillah, tin as nuk shtot, as nuk paksohet e mira. Do të thotë pasuria për dunjë, shton se vapët pakson gjunat natyrisht. Po nëse refuzon,
shpërblimit ka shku në vend, e ke thonë një fjalë të mirë. Për këtë shkak e gjithë kjo shërben për të stimuluar muslimanët që mos do të thotë ngurojnë nasihate. Vazhdimisht ta thotë nasihatin, natyrisht po i përsëris me hikmet, me fjalë të mira, të urta, të buta dhe me fjalë të fjalë do thotë ju bën dobi njerëzve. Natyrisht do thotë nasihatet duhet qenë në bazë apo më mirë thon konform njohurive tia fetare. Ai cili do thotë është larg namazit, është larg do thotë shtyllave të islamit, ne nuk i tregojmë atij për nafile. Por se do më thënë atë e inkurajom që të fillojnë të fillojnë të falë namaz, të jep zeqat, të agjeroj dhe kështu me radhë. Do thotë në davet dush me caktu prioritete. Për çka ki me bo nasihat? Dhe nasihati me një musliman i cili falet 5 vakt është ndryshe nga nasihati që jep një muslimanit i cili ndoshta njerë në xhumo vjen në xhami. Për këtë shkak duhet pas parasysh, kjo është një temë shumë e gjon, shumë e madhe, për këtë shkak unë shumë sipërfaqësisht do të thotë e përmenda vetëm si një çështje e cila është e rëndësishme për rujtjen e unitetit dhe bashkimit dhe dashurisë në mesin e muslimanëve. Allah shpëlej, besoj që të mjaftoj kaq. Dështon e me thonë, në lidhje me këtë hyjtje, kemi një problem në perceptimin e nasihatit ne si xhamat. Na mendojmë se kur t'ja japim dikujt nasihatin, patjetër ajo me zon vend. Patjetër ai më ndryshu. Dhe kjo është gabim. Ne kemi borxh, e kemi detyrë, e kemi obligim me dhon nasihatin. Që kjo është ibadeti jon. A pranimi ose mos pranimi nuk është pjesë e ibadetit ton. Ajo është pjesë në dorë të Allahut dhul xhelal. Ja qel zemrën, depërton në zemrën e tij, elhamdulillah. Si ja qel zemrën, do të është mes tij dhe Allahut. S'është mes mua dhe atij. Dhe lidhe me këtë ne kuptojmë pse pejgamberët e Allahut nuk janë dorëzuar nga daveti, edhe pse askush si ka përgjigj thirrjes së tij. E tash këtë shpesh duhet me pas parasysh se neve kanë ardhur na duket vetja na imam i madh, na i alim i madh, na i hoxhi i madh, na i nasihaxhi i madh, që çka të themi na ke xhamati von lepe peçe. Si të thuish ti? Kjo s'është ashtu. Se me pejgamberin e Allahut s'ka qenë, jo me ti. Andaj kur lexojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yati an-nabiyyun wa laysa ma'u ahad, ditën e kiametit vend pejgamberi i Allahut dhe s'ka me veti asnjë njeri. Hadithi është i gjatë, nuk bëj shkurt, asnjë njeri. Tash ti që u bën sebeb filoni me fal namaz, filoni me largu pi haramit, filoni me ardh xhamia, filoni me bë punë të mira, filoni tash njënit i ke dhënë nasihat e ai ta paska marr nasihatin. Bile ta paska kthim agresivitet. E tash u bë kiamet që ai s'po mgon mua. Kush jeti? Kush jeti? Njeri Allahu dhul xhelal që hamlat ka udhzu Allahu, edhe diturita ka dhënë Allahu, edhe oratorita ka dhënë Allahu ti, thuj unë e bona ti më një Rab. Zemra dhe mendja ti është në dorën tonë, ja Rab. Ti e qelë zemrën e ti, ti e ndryshon mendjen e ti. Andaj, ajo që mendoj se është më rëndësi me përmend si shtesë, na që tha hoxha i nderuar Muharremi, është se përveç nasihatit, na duhet ta kemi si program vazhdimisht, nasihatin e bëjmë ditën, natën që mi falim 2 rekate namaz nafile dhe bëjmë dua ja Rab, që ati që i fola unë e sot, hapja zemrën, o dhe zëje, ktheje, le ndikon fjala në zemrën e ti, sepse qëllimi është me konë robi joti, jone me fitu numra, me dole me thonë, valla, unë u volë në sebeb, 50 vete e mbo musliman për me. Jo, thjesht, se unë e po duqi edhe ajme që robi jotë, adhuru si jotë, aj që ndëgjon fjallet e tuja, i respekton fjallet e tuja, o Allah, hapja zemrën. Unë jam i bindun 100%, jo 100%, 100%. Se nëse na e bëjmë nasihatin me urtësi, si kurse përmeni hoxha, me sinqeritet, me dashuri, do thot me edukat, kultur, dhe e bëjmë këtë dua, s'ka ku shkon. Pa tjetër ka me pas efekt me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Por edhe nëse s'ka efekt, na do të vazhdojmë udhën tonë gjëherë. Ande thuhet në sira, në biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bi 70 herë ka shku te Abu Jahli. 70 herë.
Tu e di se koka e kufrit, e koka e ignorancës, e koka domethënë e shirkut, ka shku një herë, 2, 3, 4. Pse se sikur se ka thënë Kur'an domethënë kur tregimi I ashabu sept atyve të shtunën hilegjive që kanë bërë domethënë prej Benu Israilëve me punën e të shtunës, kur I thotë domethënë se disa I kanë këshilluar vazhdimisht edhin, e këtë grupi I tjetër kanë thonë pse po lodhni, po shihni se kanë jetë udhëzuar ata. Çka kanë thonë? Ma'adhiratin ila rabbihim wa la'allahum yattaqun. Arsyet kemi para Zotit. Edhe ndoshta dikush prej tyre udhëzohet, bën e punën tonë, mos u nal. Edhe mos e kupto se agresiviteti I tij ose refuzimi I tij duhet me të nal. Jo. Duhet me vazhdu, po normalisht kur si qysh tek ti e vlerëson sipas momentit dhe sipas personit. Se s'mundesh me përdor të njëjtën metodë me çdo rast. A keni po për shembull ai që luan futboll kur ballafaqohet me mbrojtjen, ai sulmuesi nuk e përdor me çdo lojtar të mbrojtjes njëjtën teknikë. Sa ai më përdor mësohet më e teknika dhe ai e mbron. Ai me secilin lojtar të mbrojtjes përdor teknika ndryshme. Pse se qëllimi është me te kaluat me e dhon golin. Edhe ti si Davetxhi, si Thirrës, s'mundesh njëjtën teknikë me këtë njerëzit me përdor. Se nuk dhez me dikan, nuk ka efekt. Andaj me secilin njeri sipas rrethonave, kohës, situatës përdore metodën, qëllimi është që mi udhëzu zemrën atij e me pranu, domethënë fen Allahu subhanahu wa taala. A ka dikush në sen tjetër me pyet ose me thon ose me na tregu se na kemi qef, kjo është mëjesi hapun, edhe me dhon edhe me marr. Bashk. Haxhi Kadria e përmend një meselë, do thotë që është shumë e rëndësi, Hoxha Muharremi e përmend një shtyllë të rëndësishme në ndërtimin e shoqërisë muslimane në Perëndim. Jeta është e shkurt, edhe pse na mendojmë se është e gjatë. Edhe për një kohë shumë të shkurt vjen dita dhe momenti kur përfundon. Haxhi Kadri me vetë që sa kohë duket vetja që ke ardhur në Gjermani, që ka bërë 40 vjet, thotë më duket si dje. 40 vjet kanë shku. Më shumë ka kalu këtu se sa atje. Me do kur ke ardhur, vallai më duket si dje ka marrë. Kanë shku 40 vite ujë. Nuk e di se si kanë shku. Edhe kjo është e vërtetë, ato e kanë bërë një statistikë në sa orë jetojmë na realisht. Do në heke gjumin, heke punën, heke udhtimin, heke kur qofsh, do të jesin shumë pak, do të jetë reale, do thotë. E sidomos kur edhe s'ka bereqet pastaj, botë edhe më e vogël. Se ulema për shembull kanë jetu më pak se nash. Imam Nevevi rahimahullahu taala 39 vjeçar ka vdek. Imam Nevevi I ri ka vdek. Më I ri se unë, konkretisht këtë rast. Ama libra që kalon mas vete, domthonë kur ti përpjesohesh me ditët e jetës ti, to ka mujt e gjitha të libra me lënë mas. Pse se ka pas bereqet jeta e tij. Ama I 13 derse gjatë ditës I ka mësu. 13 derse ka marrë pjesë. Të na me abo për shembull xhamatit ton çdo ditë kanë një ders, jo ditë 13 derse, a hajt bëhoj se s'kan jetë më bu ulema, na I bën ti mia këto. Na lë pak rahat për ditë ders, shkon kjo po. 13 derse në ditë. Edhe për 39 vjet kalon libra që të mund na alo, na me lezu, s'kena mujt me lezu këtë. Jo, me lezu, ai ka shkruajt. Komentin e saj muslimit, e rodat, domethënë talibin, fik, apëtën me gjmushër, muhadheb në fik, Riyadu Salihin, plot. Librat mëdha, shumë vëllimshë, nuk është domethënë. Që na kemi fillu për shembull sahabat që 2 vjet Riyadu Salihinin 156 hadithe kemi sqaruar. 2 ditë në javë kemi shtuar në dilla. Domethënë që 2 vjet 100 derse, 156 hadithe. Allah din, desha të sosim 2000 hadithe dhe një 8 vjet, 9 ndoshta na shkon 10 vjet. Në fakisht na përfundon jeta neve ymri tu e lexuar të komentu një libër të Imam Neveviu rahimahullahu taala. Sa Allah ka dhënë bereqet. Për këtë çka tham, edhe për vllazit që janë matrin këtë mëngjes, domethënë, ajo që e tha Haxhi Kadria është domethënë shumë e vend se jeta shkon shpejt. Edhe normalisht njeri çata ka një jetë emrin, edhe Zoti e ndihmon.
Ju e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Imam Buhariu rahimullahu taala ka vënduar në fillimin e librit të tij, Sahihut të tij. Edhe pse libri i parë, kapitulli i parë në Sahihun e Buharit është Kitabu Bad'ul Wahyi, libri që flet për fillimin e shpalljes. Mirë, po hadithi i parë nuk është hadithi i Aishës që tregon domosdoshmë se si i ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hadithi i Omerit radhiyallahu anhu. Cili është ai? A e dini? Cili është hadithi i parë në Sahihun e Buhariut? Mesela e njohur është. Hadithi innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimit. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe secilit i takon ajo që ka pas për qëllim. Men kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayh. Kush bën hijrat për dunjan ta fiton ose ndonjë grua ta marton, hijreti i tij llogaritet për atë që ka pas në jetë. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa ila rasuli fa hijratuhu ila Allah wa ila rasuli. Ai që bën hijrat për hir të Allahut dhe për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë hijreti i tij është për hir të Allahut dhe është për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe ardha juve është një lloj hijreti, emigrimi. E ke lënë vendin tan, ke ardhur. Për çka ke ardhur? Emrin. Nëse ke ardhur për dunjë, ke me emri dunjë. Edhe alhamdulillah normalisht gjendja se si peneve këtu është më e mirë se sa me paskon atje, alhamdulillah. Ama a është ajo qëllimi kryesor? A të bën rahat vazhdimisht? A të bën të lumtur grumbullimi i pasurisë që ki banesën e mirë, komode, e kini kert mirë, komod. Administrata e shtetit është në rregull, nuk krijon kokë këdhimbje. Punën elhamdulillah në rregull, s'pëlqen e ndron e gjeni tjetër, pak më vështirë tash, po përsëri është më mirë se tëna. Do të standardin jetësor e ki më të mirë. Çdo sen që dëshiron për gjërave të dunjos mundesh me emri. Ndoshta pak duhet kohë, ama emrin këtu. Tamam, ama bosh i lumtur me këta. Nuk bosh i lumtur. Se nuk është pasuria sebeb i lumturisë. Se po të ishte ashtu, atëherë njerëzit më të lumtur do të ishin miliarderat. Lexoni biografinë e tyre, qëndrimet dhe deklaratat e tyre. Do të shihni se është e kundërta, ata këtë vujnë. Ata më shumë ti këtë, a dini se subhanallahu me lexu tregimet e jetës tyre çuditeni. I keni showbiz që thuhet domthon vazhdimisht në gazeta për ditë i kije do jetën e tyre. Vështirësitë, telashet, ofendimet, nënçmimet, ngushtimin e shpirtit, problemet psiqike, atë këtë ata konsumojnë minimum konsumojnë hapa për domethën stabilitet psiqik. Si diapazam domethën ngjashme domethën apaurin ose hapa ngjashme të kësaj kategori, mas paku. A mos flasim se shumica e tyre përdorin droga e alkohol. Pse kjo kret mi harua të dhimbjes shpirtënore edhe krizat psiqike që u vijnë. Jeta e tyre normalisht është shkullëzim, martesë, fëmijët nuk e din kush më ka i ka, vetëm që ashtu është. Lamsh. Po të ishte se ata me pasurinë që kanë do të ishin më të lumtur, me famën që kanë do të ishin më të lumtur, do të ishin ata mos janë. Dhe për këtë shkak atëherë do ta shohim se çka e bën të lumtur një njeriu. S'ka dyshim, imani, besimi në Allah, stabilizon, qetëson, të rahaton, të jep mirëqenie, rahati, komoditet, gjërësi, gjoksit, s'ka problem. Dallimi thjesht, shkon te fukaraja në shtëpi, s'ka kur gjë me shtu, thot bujro me busqeshe, gëzohet. Shkon te zengini, thot a kine e pun? Te dera. Thot bujro me njerit njerë, ka dalë të mërna. E pja një qaj, një kafe. Ma se në vetë a kine e halë. Pse ki ardhë? Po veç me këmarë me të pa, se kam mësua njerëzit të këtu që këtë dunja e vinë mi lip në esën ati. A ki fukara, s'ka kur gjamë, thot bujro me gjithë zemër, apën. Rahat është, s'ka problem. Andaj, do thot, jeta juve këtu në gurbet, ju materializon. U angushton shpirtin. U hargjon imanin. A ka mundësi më hargjo imanin? Po. Se ti kur të është më një mes jo musliman, që ata kanë jetën e vetë, rregullat e veta, që nuk ti respektojnë ti rregullat e tuja, domethënë, nuk ti ofrojnë kushte që ti me erujt imanin tanë, hargjohet imani.
A ka argument fetar për këtë? Ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu washya ath-thawb. Imani vjetrohet, e hollohet, plaket, sikur se hollohen dhe vjetrohen teshat. E kena po, për shembull, tash na alhamdulillah ne ka dhënë të miras na bon vaki. Ama gjikadria din më mirë, edhe na kujt na kon fëmijë kena pasumëri, se tu i majt një partesha gjatë kohë, shkoqën të gjuni. Tash kemi blem të shkoqta, se moda është ashtu atë. Çoma ozë këtë. A përpara nasi fëmijë kemi mëri, a gjikadria din më mirë, se s'keshmi na për çdo ditë kanë par pantulle. Do të një par pantulle, një javë dy i mashe. Edhe ato tu i majt shumë, shkoqën, o desh kemi arnu. Domthon kur tu i majt shumë, ku fërkohet më shumë hollohet. Thotë që ashtu edhe imani i muslimanëve hollohet don prej përdorimit. Andaj secili për ju e ta ripërtrin imanin e vet. Përforcoje, shtoje. Thotë ripërtrije pse? Se të harxhohet. Edhe kjo është gajla jonë që, domethënë, në gurbet, si ta ripërtrim imanin ton, si ta forcojmë imanin ton, si ta ruajmë, ta shpëtojmë se ai tu hallu, ka mundësi më harxhu krejt. E unë kam thënë për shumë mexhlise, për shembull e keni pa akumulatorat, bateriat. Një herë e mush, do harxhohet e mush, punon. Dy herë harxhohet krejt e mush, punon. Tretën herë si të harxhohet apo të katërtën, deri në fund edhe mos smushët. Thotë çka thotë mjeshti, thotë gjuje mbrëllok se e ke lënë 2-3 herë, domethënë të harxhohet krejt edhe mos smushët më jo. Edhe imani jot, rruje, se ndoshta të parën të bjerën 0 e mush. Dytën të bjerën 0 e mush, ama tretën bëva që të bjerën 0 edhe mo nuk mushët. Jet kufrin te edhe s'ka mo imani vend në zemër. Se din ti. Se din as kesh me neve. Edhe për kaq shkak, puna kryesore këtu në gurbet është që na ta ripërtim imanin ton. Ta forcojmë imanin ton. Edhe çka e forcon imanin ka shumë mesele. Po ajo është do thotë gjëja më e sigurt që na të mira në dynjë edhe në ahiret. Dhe kjo është edukata e muslimanit, për duave që i bëjmë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana. Allah na jep mira në dynjë edhe në ahiret. Nuk kemi sikurse domon të krishterët që lipin vetëm ahiret, as sikurse hebrejët që lipin vetëm dynjë, po i lipin dynjë e ahiret. Edhe kështu ummeti islami ka dhënë shembull njerëzimit në kontributin e vet për të mirën e njerëzimit, qofshin ata musliman ose jo musliman. Pse se mundohet edhe në dynjë edhe në ahiret me tu jetë të këndshme dhe jetë të mirë. Dhe normalisht prej gjërave kryesore që ja shtojnë imanin besimtarit është leximi i librit të Allahut. Mësimi i leximit të librit të Allahut. Ti është vazhdimisht i lidhur me librin e Allahut. E këtu kemi një paradoks. E kam thonë për shumë mezhlise dhe përsëris. E shef gjalliri i falet 5 vjet, 10 vjet. Merr pjesa për ligjërata, bën aktivitet. E pyet, a dibe me lexu ti Kur'an? Jo, më thot hoç di. E po tash. Kur kemi anis me mësu? Kur? A duhet me tornë e pejgamber me ta mësu ti Kur'anin çka? A kjo xhallar po? A ka xhamia po? A ka mektebe po? Po çka po pret? Don kur të udhëzohet muslimani, duhet ta dinë se detyra e tij e parë është të mëson fen, mas asaj të mëson obligimet kryesore si besimin në Allahun dhul xhelal, falën namaz e kështu me radhë. Dhe e dyta më njëherë masaj është që ta gjen një hoxh, shkojë të mësoje leximin e Kuranit. Pse? Po për me ta letu fen. Shemë kur ke arti këtu në gurbet, puna e parë shteti që ta ka obligu, çka është? Me mësu gjuhën. Pse? Sa ai e din se ti nëse nuk e njeh gjuhën e këtij vendit, ti s'mundesh me përparun këtë vend as me shërby këtë vend. Edhe njëjtë është, ti nëse se mëson Kur'anin, s'mundesh me përparun fe as me shërby fen. Ama kime thonë, lene, po unë e çfarë daveti bëj, sa aktivitet, sa fletushka, sa libra ndaj, këtë është në rregull ajo. Ama është asgjë krahasim me këtë. Se ka e prapa e keni punës. Nëse shojmë ka e marra, është kjo. Filloje punën me mësimin e Kur'anit. Filloje punën, domethënë me leximin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj dal nga dal, domethënë zhvillohet. Për tyre është mësimi i fesë. Mësimi i fesë, kuptimi që me ditë se abdesti si rregull, si mirat, si prishet, namazi si bëhet, si prishet,
Agjerimi kur të vjen Ramazani, domethënë obligimet kryesore të Islamit që janë farzë ajn që thotë, obligime individuale. Me lexim të librave, me pjesëmarrje për derse, me përcjellje të hoxhallarëve përmes internetit, tash metodat janë të shumta. E treta përmendja e Allahut Dhul Xhelal, mëngjes edhe mbrëmje, ditën dhe natën, ult edhe kur je në lëvizje, dhikri. Është adhurim që do të ta stabilizon zemrën dhe ta shton imanin. Leximi i biografisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta shton imanin. Leximi i biografisë së muslimanëve të mëhershëm ta shton imanin, se kur shef ti çfarë shembuj kanë dhënë ata, atë normalisht se do të emocionohesh edhe ajo ta mbush domethënë imanin dhe të bën gatshëm që do të me fliu dhe me sakrifiku atë që kanë fliu dhe sakrifiku ata. Ti shkurtimisht do më i përmendim se ka dersa të plota që janë marrë në lidhje me këtë temë, por duhet të them se gurbeti të harxhon. Nëse ti don me kompenzu atë që të harxhon jeta shoqërore, puna ku i punon ti, vendi ku banon ti, domethënë vendi ku sheti ti, atëherë shtoje adhurimin tan. Agjerimin vullnetar, namazin e natës, sadakan. Këtu është një goditje e madhe e shejtanit që ja bën muslimanëve në gurbet, e prek të xhepi. Se këtu jeta ekonomike të mëson që ti jesh shumë koprac, se s'dalin parat. E ajo kopraci fatkeqësisht reflektohet aty ku s'duhet. Për shembull, reflektohet në sadaka, reflektohet në kontribut për hajrate, për projektet davetit. A nuk reflektohet në komoditet jetësor. Për shembull, andaj askujt për neve në gurbet si mungon komoditeti material jetësor. Televizorin më të mirë, telefonin më të mirë, kompjuterin më të mirë, kerin më të mirë, këtë më të mirën. Kur vjen puna me dhon sadaka në xhami ose për shembull mbledhin parë për një projekt davetit, vallai 5 euro. Për 5 euro mos i jep hiç mos u korrit. Për 5 euro jep të në njëri aty pa punë. Hiç punë s'ka, i jep 5 euro për davet. Atje në vendin ton. 5 euro të ti, 5 euro të ti veç me hin dyqan, 5 euro jashtë. Me ble, domethënë, harxhon 50 e 150 euro. Kështu që domethënë, jep sadaka. Pse se kjo është luftë me nefsin tan. Sigurisht se nefsi është koprace. Wa uhdratil anfusu shuh. Se domethënë tek nefsi i njerëzve është e pranishme kopracia. Edhe ti duhet të bëj xhihad me nefsin tënd me largu kopracin. A hub, sub fiton edhe dunja dhe para fiton me sadaka. Jo veç sevap. Se në vallë vllazive, ti edhe se jep sadakan me një biznesi fiton më shumë. Jo veç një sevapi. Se një jep Allahu t'i kthen me 10. Edhe këtë shembull plot ki sa dush se si Allahu xhelal kush ka dhënë një ja ka kthyr 10. Andaj bën xhihad me nefsin tënd për të sadakaja. Se thot pejgamberi, thot Allahu xhelal وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. E ata që e ruajnë veten nga kopracia, ata janë të shpëtuarit. Domethënë e kundërta, kush është koprac dhe nuk jep për din, për namaz, për ibadet, për adhurim, për xhami, për hajrate, ai njeri s'mundet me shpëtu. Andaj këto adhurime ta zbutin zemrën, ta stabilizojnë imanin, ta forcojnë imanin, adhurimet ta afrojnë te Allahu Dhul Xhelal, shumëfishohen sevapet, edhe normalisht faktikisht e kalon një jetë faktikisht stabile, psikofizike. Dhe pastaj nuk lëm përshtypje ti, a jeton pallat, a jeton banesë thjesht, a jeton shtëpi qerpiçit, nuk lë përshtypje ja. Se kush janë më të mirë, ana ashabët, ana atabiinët, ana atba'u tabiinët. Kur të asojnë komoditetin jetësor tonin, edhe të atymve, na jemi në qiell ata në tokë. Shumë dallim i madh. Ama neve nesër kena me vdek, kur kush ka më na përmend, për kur gjë. Se sikur se kam thonë në mëni prej derseve ose statuseve në Facebook, e vetmja gjë që vjet te ne mas vdekjes tonë është guri te koka e varrit ton. A çash kena më përmend na? Veç guri te krye e varrit ka me kon gjurmë e vetme që kena me lënë tokë na, kur vdesim. Nëse s'bëjmë aktivitet. Nëse s'bëjmë domethënë punë të hajrit, punë të mira. Andaj mundohu që mos jetë gjurma e vetme pas teje guri që vendohet te koka e varrit ton. Por le punë. Sikur se përmendim e përmenda pas Imam Neviun, e përmenda Imam Buhariun, e përmendim Imam Ebu Hanifen, e përmendim ulemat 1200 vjet mas, 1100 vjet mas, 1300 vjet mas, e sahabët, e
pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë botë e përmendin. Pse? Se kalon. Kalon, i përmendin ulemat. Kalon. Ama unë edhe ti kush ka më na përmend neve? Kur gjo guri veç, kush ka të vërtet ej filani pas ka jetu veç këtu kush ka na konë çka. S'njeh kush. Andaj të punojmë na edhe pse është gurbet, edhe pse jemi larg familjeve, edhe pse kemi mërzi, edhe pse kemi vështirësi, edhe pse kemi të punojmë që domethënë të bëjmë balansin. Të punojmë për dunjë sa kena më mbet dunjë, sa kemi nevojë për dunjë, dhe të punojmë për din, për iman, për ahiret, aq sa kemi nevojë për të. Normalisht kjo nevojë është më e madhe se kjo. Por fatkeqësisht shpesh herë na mund, na dominon, na sundon dashuria për dunjë edhe dobësohemi faktikisht në përpjekjet tona për të ashtu iman. Pra kjo do të ishte si përgjigje asaj që tha Haxhi Kadriu, inshallah se kjo na siguron pastaj shtëpia e pallate, e pasurinë në xhenet. Për shembull ti punon në dunjë, pse më bën një shtëpi, një banesë? Sa do të punu gjatë? 10 vjet, 20 vjet, ndoshta për më bën një banesë, për më bën një shtëpi atë tëna. Ati me pak ibadet, mund është me bo pallat. Edhe jo pallat me cigla, dhevit, baltës. Po pallat që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një tull e arit, një tull e argjendit. Cimentoja mes tymve, misk. Edhe me çka 12 rekate gjatë ditës sunet me fal nafile. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salla lillahi 12 rak'atin fil yawmi bana Allahu lahu baytan fil janna. Kush i fal për Allahun gjatë ditës 12 rekate, Allahu i ndërton një shtëpi në xhennet. Kjo shtëpi e xhenetit është kjo, domthonë një tull ari, një tull argjend, misk në midis çiment. Pa na mendo, me 12 rekate. 12 rekate gjatë ditës thuaj, domethënë ka 2 minuta e gjysmë rekati. 3 gjysmë orë thuaj. Nuk bëjnë ma shumë. Për gjysmë ore pun një pallat xhenet. A mund është me gjysmë ore pun me bëni pallat dunja? Mundën do milionera, miliardera që sekundat i kanë me miliona, ama ai edhe nëse e bën se ne gëzon. Sikur se kemi gëzuar te, domethënë atë mirë në xhenet aty. E pas shkak do ne kemi nevojë shpesh me rikujtu vetveten që kadar kjo botë është kalimtare. Kjo dunja të mashtron, të habit, mos u habit, puno, por mos mendo që kemi vetë për gjithmonë. Pse? Se nesër mund është me vdek. Nesër, që gjithë na që me qëtune, sonte, Allah edhin, bim me ra me vdek, sabah qohë me asë qohë. E shtash, kuek plan valla e kum pas, mas 5 vjetëve të abrin një banesë, a ki pas, po, shkoj plan jatë, me të dunjat, i shkova në ahiret. Valla kisha, plan të ashes kerit a marrë një kerë matëri, 2013-ës. E ki pas plan, po, me të kerin të njët, i shkove në ahiret, se ne merë, ma. Ama imanin, namazin, punë të mirë, aha, të i merë me veti. S'ka problem, u dajt e për dunjas, i ki me veti. A këtë tjerat, jesin. Këtë tjerat, jesin. Allah, inshallah, na jep khejrë dhe bregjet, na runë dinin e imanin, na eshton dijen, inshallah, ta'ala. A ka dikush me në kalzun e sena, me në pyt në sena, në lidhje me që këto tema, ose diçka jashtë kësaj, së prish më nëse. Mëre? Kine sen? Po, hurma. Këmëri tash një hadith se dhe është sahimet, që kur u dik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë lo ato. E tash ti si është hadithi? Që është hadithi është ato që se kanë lo, se kur u kun i votësëre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që me lo që ja kanë qenë gjyksin e që ja. Është e vërteta në biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e kanë lënë xhenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam por pa e shpalos trupin e tij. Është domethënë nektari i vulosur e ke aty në fund ku flet për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe forma se si është la
domethënë gjenazja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është la, nuk është se është la, domethënë argumentet e sakta tregojnë se është la gjenazja e tij sallallahu alaihi wasallam. Se kur e kanë si fëmijë, ja kanë qenë gjoksin, ja kanë la zemrën. E larja e zemrës është tjetër, larja e trupit është tjetër, andaj. Gjesti ose ndodhia kur me laçet ja kanë hap gjoksin duke qenë fëmijë, është prej ishareteve se Allahu e ka zgjedh atë me bë pejgamber. Andaj se çdo njeri e ka atë sherrin në veten e tij. E me laçet kur kanë marrë zemrën edhe kanë la në enë me ujë zemzemit, e kanë hek atë sherrin që e kanë vetë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgatit psikofizikisht me qenë pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala dhe me e çu amanetin vend ashtu sikurse ka qenë domethënë i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Andaj edhe mas kontributit i tij domethënë 23 vjeçar vjen në haxhin lamtumit dhe thot Allahumma hal balagt o Allah a e çova në vend amanetin, edhe këtë sahabët thënë naam qad balagta wa addayta wa nasaht, gjithsesi ti e ke çu amanetin në vend, ke dhënë nasihatin dhe ke kry amanetin ashtu sikur se duhet. Thot atë pejgamberi sa Allahumma fashhad o Allah je dëshmitar, domethënë i ti mendimi ose kësaj shprehje që e thënë sahabët se unë e kam çuar vend amanetin. Çajo përgatitja si fëmijë e ka bërë përgatitën se sprovat në citë është ballafaqu. Peripecit që ka pas, pengesat në rrugë që ka pas, kanë qenë shumë të mëdha se që s'ka mujt njëri i thjesht i pa përgatitur prej Allahut me i te kalu, andaj se ka qenë pejgamberi i ndihmuar prej Allahut, i përgatitur që fëmëri i ka kaluar në formën më të mirë, të mund shpresoj që edhe jo musliman sot me ardhe me thonë që nuk ka pas njerëzimi njeri më të mirë dhe që ka bërë shërbim më të madh njerëzimi se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një dëshmi shumë nuk ja shton madhnin pejgamberit alayhis salam. Ama për bisedë me jo muslimanët është e rëndësishme me tregu se ja çka thënë ata që kanë studiuar biografinë e burrave të mëdhenj, se edhe pse është musliman, tregon se ai ka shërbyer shoqërinë njerëzore më shumë se çdo kush tjetër që ka mujt ta shërben. Dhe kjo është domethënë mesela, mendimi më i saktë është se është la xhenazja, po domethënë po lhur, domethënë çefinit. Unë urna sa i kanë do me loçet mund të ndjesë sa. Unë se e di veç një herë si fëmiku ka qenë zemrën domethënë ja kanë lënë, nuk di që ka rast tjetër që i ka ndodhur domethënë nga lapa. Unë tham atje në takime pyetni se si më spyet një nisim na me pyet. E ata keni mazar. Jo, është mazar. Ha? Ja, nuk e di. Orma. Po si të reagojmë në shembull me prindit. Shembull unë kam prezant këtë rast. Ata më thonë më shka shpesher në gjallin shembull se ki shpenzime apo pse i ndihmon këtu se këtu shpenzimi sti fati kërkosh. Unë mundon atë gjithë shpërblimi si bëjmë i bëllëm sheftë, dhe me thonë nëse unë jepi dikon thamë si kam, apo mundon më t'i përmen atë, nëse shkoj në gjami dhe thamë e kam një takim shembull me një shaka se si ka, dhe se unë po shkoj në tribunës. Po. Fakti është që njerëzit që nuk e kuptojnë bereqetin e pasurisë edhe shpërblimin e sadakas, do të kjo është argument për atë që thashën e marrë, se njerëzit duke jetu këtu, e fitojnë mentalitetin e këtujit, edhe llogaritë kanë materiale. E merr domethënë kalkulatorin, edhe i merr rrogën, shembull 1200, 1400, 1600 varse kush sa ka rrogën, më njëon, edhe i merr faturat më njëon, edhe e merr kalkulatorin. Fatura e qiras, ai që është me qira, fatura e rrymës, fatura e ujit, fatura e nxemjes, fatura e kredis, fatura, edhe i del ati 2.000 euro hargjime, a 1.600 euro i ka himi. Problem psiqik tash, 400 euro minus. Si ka me, e thvillan tash, e bon për ty kalkulim, tash ka me hek pi pagesave. I qëtë 1.800, së një bon 1.600. A i është për streti logari, për skatri, për spesti, dhe i sa, në më thonë, i hek do gjënë edhe, tash muj me kalu mujnë të mam. Pse? Sa i haron se, do të pasuria si sasi, nëse i mungon bereqeti edhe 5.000 euro me qenë, stimulojnë 2.000 euro hargjime. Edhe 5.000 euro me qenë.
Ama pasuria kur ka bereqet, edhe pse është pak në sasi, mund është mi marrë ti 1.000 euro me ti mbulu 2.000 euro. Edhe kjo ndodh të na atje, por shembull, jo din se çka keni familje atje. Edhe kalkulon e krahason e veten tuaj edhe ata atje. Atje rroga maksimum 300 euro, rall ka më shumë se 300 euro rrogë. Kur ti bësh kalkulimet, zakonisht dalin domethënë harxhime 500 euro. Ai 300 euro me rrogë, a 500 euro ka harxhime. E si ka mundësi më mbluaja? Me logjik matematikore nuk ka. Me logjik të ekonomist nuk ka, ama me logjik të bereqitit ka. E imani ta jep edhe këtë kuptim. Ata që se kanë imanin se kuptojnë këtë gjë. Edhe për këtë shkak pastaj i kap stresi. Edhe pra ju keni përcjell lajme 2008 kur bë kriza e madhe botërore ekonomike, njerëzit panike e madhe. Muslimanët që kishin ngale, arrisku ala Allah, arrisku ndër Zotit. Se nuk është për bankës. Nuk është për bankës risku, për Allahut. Edhe muslimanët, edhe fundi na mësuan fukar Allah, s'ka problem. Nuk kemi çka vujmë na, as psikikisht, as fizikisht. Ama këta tjerë që janë mësuar me këto komoditet edhe kanë lidh zemrën me sebepin, jo me Allahun krijuesin e sebepit, a e rrok panikë. Edhe për këtë shkak ndodh ky muhabet pastaj për shembull, djali shkon në xhami, e ka xhamin larg 15 kilometra, 20 kilometra, të flas me gurbet. Baba tash vjen i llogarit, ti për shembull çdo ditë më shkuar ka 2 herë në xhami, kemë harxhit benzinë se shkon me kersh ose naftë çka kaç, nëse shkon me tramvaj ose autobus çka kaç. Herë, domethën 4 javë, bon që ka shparë, po ti 200 euro vesh harxhim rrugë kemi bo në mujt. Qysh ambulanti ato harxhime? Ai haron se ai harxhim është i vetmi që nëse është 200 kthehet 2000. Nëse është 2000 kthehet 20000, nëse është 20000 kthehet 200000. I vetmi. A këtë harxhime tjera shkojnë edhe s'kan kur një farë kthimi. As ka hajr, as ka bereqet, as ka kurxhonin. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa min malika illa ma anfaqtahu hakadha, aw hakadha, aw hakadha, aw hakadha." Për pasurisë tënde nuk mbetet asgjë tjetër përveç asaj që e ke ndonë, ja, apo para, apo në tmajt, apo mbrapa. Dhe çka mbetet? Këtja tretë ta zgjot. Ama se kupton një gjë tillë. Dhe tash ti si du të sillesh me të? Duhesh të sillesh me të sikurse një mjek me një pacient. Ai ka një smundje. Smundja e tij është kriza ekonomike. Smundja e tij është kalkulimet dhe llogarit e buxhetit shtëpiak. Edhe ti më thon, unë e bëj këtë punë, se di, ai se kupton. Duhet me gjetë mënyra të ndryshme për me e bind atë se ky lloj analize, ky lloj shikimi i gjërave është i gabum. Edhe ti nëse don më ushnosh, duhesh me përdor një këndvështrim tjetër të gjanave. Edhe i thu provoj e shef. Dhe dal nga dal ta bindish prej së largu, me shembuj, me tregime, me ndodhi, se kjo nuk është pasuri që shkon kot, por kundazi kthehet dhe e jep bereqet pasurisë. Nëse nuk e kupton atë gjendje, normalisht nuk e ki obligim m'ia tregue detalet nëse ai të pengon punën e xhairit. Nëse ki buxhetin tënd këtu zakonisht shumica domon e kanë buxhetet i ndamë, por ti ke rrogën tonë, e ki konton tonë, e ki kartelën tonë. Ajo është pasuria jote. Po baba ka drejt me marr për pasurisë tonë çka don ai. Ama nëse don me të pengu prej xhairit, ti ke drejt mos më i tregu. Sikur se ka ndodhur për shembull me në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur një grua dhe është ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Muawiu radhiyallahu ka qenë koprac. Edhe ka ban të marr nga pasuria e tij pa ditë. Ai ka thonë pejgamberi, merr aq sa nevojit e ty, edhe pse ai nuk e di pse sa ai koprac, zullum i ka bën. E ka lënë familjen domethënë pa e përdor minimumin e nevojave të veta. E kur është buri koprasë ule më thënë që i lejohet gruas me marr nga pasuria e burit pa i treguar atij. Se nëse i tregon, ai sa jep. A familja këne ka nevojë. Dhe në këtë rast përdoret e njëjta, domethënë, e njëjta situatë. Nëse prindit nuk lejon me marr pjesë në xhami, në tribunë, në aktivitet, me dhon sadaka, atë nuk ja tregon ato pjesë të aktivitetit, po bën dua, çfarë që bën këtë punë, bën dua Allah, udhëzoi prindin. O Allah, domethënë bëhet ta kupton këtë situatë dhe kada kur të udhëzohet ai pastaj
elhamdulillah, do të bëjë ndoshta më shumë se ti i cili ka murit me xhami ose më shumë se ti ka me kontribu për këto të mira. Wallahu ta'ala a'lam. Është interesant rasti i Ebu Bekrit. Çe, tregoj. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, do thotë në hijret e ka bën një hap shumë interesant që është hyrnek, do thotë dhe shembull për gjithë muslimanët, që do thotë sprovon me prind, që prind do thotë e kanë pak më merak, domethënë parën. Ju dini po fort mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë sahabët i ka lëshuar me bëjgjat për pas se Ebu Bekrit i ka thonë re, mos shka. Deri se ka ardhur leja me shku vet, pastaj ka shika tregu Aishës radhiyallahu anha që ti tregon Ebu Bekrit dhe hin shtëpit vet dhe marrin udhtimin. Kurse Ebu Bekrit çka ban? Para prakisht domethënë e mbledh gjithë pasurinë e vet që ka pas. Do thotë çika e Ebu Bekrit Safia radhiyallahu anha çka ban? Kur Ebu Bekri do thotë e merr gjithë pasurinë akon me një çosh shtëpies. Vendi arka ku kanë rrit do thotë pasurinë Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe familja e tij. Kur e merr gjithë pasurinë në vendin e pareve, vendon do thotë një gur të madh dhe mblon me rroba të buta, me tesha të buta. Që Kuhafe, baba i tij i ka qenë i verbër, nuk ka pas sy. Do thotë ai ka ditë se s'ka më interesua ka shkoj Ebu Bekri ajo. Po ka më interesua ka lënë para ajo, edhe pse shkurja e Ebu Bekrit për në Medinë, nisja e tij, do me thonë në gjithë Mekja është shumë kom për ta vrarë. Bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shkon në pyetje vrasje e vladit. Edhe ai pyet, a la diçka Ebu Bekri? Safia çka ban? Çika Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Ka qenë shumë e mençur, edhe pse ka qenë vajzë e re. E merr për dorë gjyshin e tij babën plak. E merr e çon te qoshi thot po kreti kalon këto. Ai e prek atë truçin e pareve, thot mirë kanë puna. Që do të thot babën nuk e mërzit pse harxhon parët fisebilillah, nuk ban me mërzit edhe në këtë rast. Por se më thonë gjon metoda, mënyra, nuk i tregon, nuk ja ban shumë me dije. Her pas heri jep diçka atij, do me thonën, jep bukfalisht, do me thonë, babës një hedije dhurat, që do thot me këshirin me menaxhu punën, por nuk e mërzit me gjestet tuja duke harxhu do të thot parët, edhe në qoftë ajo do të thot fisebilillah, edhe në qoftë puna do të thot shumë kritike që është me rëndësi me ndihmu Islamin dhe dinin, siç ka qenë Hijreti. Parët e Ebu Bekrit e kanë ndihmu fen, e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë Hijretit. Edhe kjo është një rast historik do të thot nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ja vlen mu përmend se si Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ka menaxhu situatën domethënë me pasurinë e tij dhe me babën e vet Kuhafen që ma vonë botë edhe musliman. Kjo është edhe të shkurtimisht do të ja vleti me përmend. Se ka dikush në një pyetje tjetër apo në një çështje. Ordon. Puna kur bëni punë fisebilillah e ana shkallon barzat që ka, si për shembull xhamon. Të bësh atë punë për hir të Allahut, për shembull e lën xhamon. Kjo çështje fatkeqësisht shpesh ndodh me muslimanë të ri. I përzin prioritetet e ibadeteve. Angazhohen me vepra vullnetare dhe i anashkalojnë obligimet personale. Do në përmena pak më herët, do thot, kur njeriu për shembull bëhet aktivist i Islamit, i davetit, a vetë nuk ka mësuar Allah Kur'an. Do ta mëson ai leximin e Kur'anit është obligimi i tij personal. Daveti është obligim kolektiv. Do nëse ka kush e bën këtë punë, bjell për ti obligimi. Kjo s'do të thonë që ti mos më bëj këtë punë, ama ti fillo për obligimin e tuaja personale. Dhe për këtë shkak, nëse ndodh që një musliman bën davet, bën aktivitet islam, por i ik xhumoja, ai ka bërë gabim. Ai fillimisht ka treguar se ka kuptuar fen hala mirë. Që është problemi më i madh. Se i ka dhënë rëndësi një veprës vullnetare duke e lënë pas dore një obligim. Flasim për rastin nëse kjo është në vendin tanë. Qytetin tanë kur xhumon e kjo obligim. Nëse e udhëtar, atër ka tretman tjetër ajo punë. Por si rregull, muslimani do të duhet parimisht të mëson të den të rëndit obligime që i ka karshi Zotit. Dhe sipas rënditjes
ti zbaton. Andaj Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu kur shkon në Yemen, u tregon muslimanëve renditjen e obligimeve. Le të jetë çështja e parë që ti i thret ata njerëz dëshmia se s'ka zot tjetër veç Allahut. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Nëse ata e kuptojnë këtë, mësoj ata se e kanë obligim të falen 5 herë gjatë ditës. Nëse ata e kuptojnë këtë, tregoj se ata e kanë obligim agjërimin e Ramazanit. Nëse ata e kuptojnë këtë, tregoj se kanë obligim të japin zakatin. E kështu me radhë. Andaj muslimani në start duhet të kupton se cilat i ka farze, obligime personale, farzi ain që thuhet, dhe cilat janë farzet kifaje, obligimet kolektive. E para, e dyta, cilat janë sunnetet. E pastaj cilat janë mendube. Domthonë kur ti din këto kategori, atëherë nëse vjen ndesh një farz ain me farz kifaje, i jep përparësi farzi ainit. Edhe kjo ka argumente sa dush, për shembull. Vjen njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, du me shku në xhihad. Gjatja është farzi kifaje, për herë. Rall bëhet farzi ain, apo. Ama si rregull bazor, xhihadi mbetet farzi kifaje. Për me tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetet, a e ki prindërit gjallë? Thot po. Thot në kujdesin ndaj tyre bën gjatë, se kujdesi i djalit për prindër është farzi ain. S'ka kush jesën kujdeset për babën tanë, se s'ka obligim. Ti ki obligim për babën tanë më kujdes. Andaj këtë rast, kur erdhën ndesh farzi ain me farzi kifaje, i dha përparësi farzit ain para farzit kifaje. Se atje ka kush kanë tjerë, që ka për shembull baba dhe nona, do thot shumë evlat, shumë fëmijë. Ama ti e një, kujdesu për nonën dhe babën tonë. Edhe këtë formë të gjitha momentet kur na vjen një jetë, i kemi dy farze. Na vjen ndesh farzi ain me farzi kifaje. I japim parësi farzi ainit, pastaj farzi kifaje. Po kemi një rast tjetër, kemi një farzi kifaje edhe një sunet. Ku t'i japim parësi? I japim parësi farzi kifajes. Pastaj sunetit, apo. Kemi një sunet edhe një mendub, një gjë, domethënë e mirë, po nuk ka ndaj vlerë të madhe sikur se suneti. Ja, për sunetit. Dhe kështu muslimani vepron. Nëse ndodh me musliman ajo që tregon ti i angazhuar në aktivitet islam me legjumon, ai njeri se ka mësuar fen. Aty themi nal, mos bën davet se ti ke më bëu sherr, më shumë se ke më bëu hajër. Kë vjen sikur se për shembull një njeri që s'din mjeshtri, me ndërtu shtëpia me hi ndërtimtari, mbau shtella me punë. I themi na mos punati, sepse se ti nesër një tërmet i vogël me bo, shkoj ndërtesa ketë. Për të si e mjeshtër. Edhe ai që bën aktivitet islamika, si kupton këtë gjë, i themi ti mos bën davetish. Se ti veç zarar më shumë, mos më bëj hajër. Se ti hala se ke kuptuar fen. S'ke kuptuar mi ka asu obligimet. E po bën davet, i themi faliminerës, turit nera, s'ki nevojë ti me bë davet. I këshire, do të mësoj e fen, adhuroj Allahun, o kry obligimet, mas një 5 viteve, kur të bëhesh gati, atë fillo edhe bën davet. Wallahu a'lam. Po është ajo punë që bëhet atë ku gjumos. Të kom shumë punë private. Nëse ai nuk ka bërë në gjatë punës, që është njëjtë është haram, është ai nëse domethën bashkë në kohën e gjumos, ai mendon se bën davet, shembull del në shesh, në pllashtat, në Korz, edhe shpërndon libra, a është vakti i gjumos? S'ka bereqet në atë punë. Nuk ka bereqet. Në përjashtim të rastit kur ai mundet me u fal gjumon më vonë diku në xhami që e fal më vonë, ai është më tjetër. Ama nëse ai hiç e fal gjumon, hiç. Ditë e gjumon, ai se fal gjumon hiç, tu mendu se mjafton daveti që von ai ka gabim, ka domon edhe s'ka bereqet në davetin e tij, edhe s'ka domon arsye për atë punë që bën. Se domon në kohën e namazit të gjumos, të gjitha veprimet halal dhe tjera të bin mbetet farzi i namazit të gjumos. Dhe për asë që nuk mundet asnjë musliman mu arsetu me asnjë vepër të mirë për ta lënë gjumon. Se për ndryshe ashtu, atëre hoxhallar të kurës të më shkun gjumon me falë gjumon. Se dhe valla jam të bërë davet mëne. Dhe më këtë gjamiat besin pa hoxhallar. Daveti më i madh, atë ditë është me shku në gjamiti, me të regu kalaballokin e muslimanve në gjami. S'ka davet më të madh. Te na, për shembull, në vendet tona, kur po mushen për xhumo xhamiat brenda dhe jashtë, hiç pa fol davet. Hiç pa fol.
Po se do të tregon se njerëzit kanë interesim për fen, njerëzit e dojnë Allahun, njerëzit e dojnë xhamin, njerëzit e respektojnë hoxhën. E ti po e shpras xhamin për s'po falesh edhe thu po vojta vet. Nuk e kuptoj këtë citat, unë për vetë nuk e di që një njeri që e një fen e bën një vepër të tillë. Ai që bën kështu domthon tamam tregon se është ignorant fe. Dhe nuk ka bereqet punën që e bën, por kundazi bën haram, edhe me haram nuk bëhet davet. E nëse i më punë, s'po të shlon shefi me fol gjumon, a janë të tapë porat halale që i me? Jo veç parat, ti domthon e para ki bo gjuna të madh si e fal. Se në deri tash më të fol se shefi jot është njëri si ti. Përmjat shef tonin, ka shef tjetër, ka drejtor. Ama përmjat drejtorin, edhe drejtorat, edhe shtetet, edhe pasanik, edhe ka një Allah. Që zemra edhe mendja ty është dorën e ti. Edhe na duhet më lidhë me Allahun xhelal edhe vazhdimisht me kërku zgjidhje. Edhe nuk është arsye shefi s'po mbledh. Ka shumë shembuj tash domethënë mos më përmend, pauzit na tregojnë një vëllai rast konkret domethënë për namaz ka dhe shefi ta përzën për punë. Edhe ai ka thonë domethënë tamam. Përzën, puna jote është. Edhe e thret, edhe ja rrit rrogën, edhe do thotë e bën shef kryetar domethënë punëtor ose shef të punëtorëve. E kemi rastin tjetër në Francë, domethënë e lën punën për namaz, Allahu ja mëson me fal namaz në qabe, edhe me rrogë më të madhe. Pra çka na duhet me mëshirë Allahut, edhe me rizgjidhje domethënë unë nuk e kuptoj për vetë se mund të më thonë ti është hoxh, le të kemi folti se ti sjeton këto atë. Çashtu është, sjeton këto, ama unë nuk mund me kuptu një musliman i cili e ka kuptu fen mirë, e ka kuptu madhninë e Allahut, e ka kuptu e flimin e sahabeve, jetë kanë dhonë ata, e ti mos me mujt me filiu aftën një punë për një namaz gjumas. Edhe me mendu keq për Zotin, se nëse ti e le këtë punë, Allahu ka me të lonë ti pa bukë. Për shembull, shiko se njerëzit po flas për fet musliman, kanë era sa poshtë bin me mendimin e vet. Me pyet një musliman që tonë për shembull lagjet e juve që s'ka punë, s'ka social, më thon, a jet beti pa ja be thos se del në njëri human që kujdeset për mua, në kushia në gjerman, në gjermanka nëse. Subhanallah, o njeri, ti po menon mirë për njerin si ti, edhe atë jo musliman. Thu del dikush, ndihmona, del kryqi i kuqa, del në shoqat tjetër, nuk vdes për bukun e këto. E s'ki mendit mirë për Allahun, krijuesin tan, që e ka në dorë qiellin edhe tokën, që i ka në dorë depot e qeve dhe tokës, që pa vendimin e ti as një pikë shiu dhe bereqetit nuk bie në tokë, që pa lejen e ti as një kokër bereqetit nuk del për tokë, që pa lejen e ti kur gjas ndodh, e ti s'ki mendim të mirë për Allahun, do kjo ka problem me besim, me akide, se ti po të ishte i lidhun mirë me Allah, e i mshetun në Allah, do të ishte prioritet vazhdimisht kënaq, të fitosh kënaqësinë e Allahut. Dhe kur është kjo prioritet në jetën tonë, do të lehtësohet vazhdimisht jeta, sikur se tha, me të mirë, kërkon leje, i tregon, unë jam musliman, për mua është kjo thelbësore, esenciale, jeta jeme, s'ka kuptim për këtë obligim, puna, se më konë punë, kam ardhë, muj me dalë, me gjej punë tjetër, ama këtë si të më shkoj e mos e në kompenzoj. Edhe me dua Allahut, o Allah letoma, kam uzjet, ama une nuk kam dëshirë të ndëgjoj prej muslimanve këtu, prej muslimanve që falen, o Allah jam punë e gjumon në fali. Apo më ndodhë shpesh, do më në Zvicën, Gjermani, ka po shkoj, shpesh po ndodhë vlazni, gjemati, kur i shefti për jashtë, thuti, mashallah, i ka kalu këte probleme. Kur nisi me po më betët, vallaj behoq, gjumon në fali. Qysh besën e fali gjumon? Qysh bëhet ki më bet? Hala që si muhabeti me bo, ati që dhëtë vjetë falësh, hala për muhabet gjëmasën e fali. Hala s'ki mujtë me mush mendën vetës, se aj Allah, që të ka dhonë rrezkën barkën e nanës tane, që të s'ki dit, as me punua, as me folë, as me lip. Allah ka kriju kanal special mes nanës tane dhe teje,
që të ushqesh automatikisht. Halaki dyshim se ai Allah sot që ti e bo i mençur, i aft, i fuqishëm, e adhuron Allahun, ke kuptu obligimin ndaj tij, mundosh që është musliman i devotshëm, halaki dyshim se ai ka me ta siguru rrezikun tan. O musliman zgjohu. Mjaft ma. Mjaft kjo gaflet. Shtoje imanin tan, tevekkulin tan. Lau ennekum tevekkeltum ala Allahi haqqa tevekkul, Allah razaqakum kama yarzuqu tayr, takhruju bitanatan wa ta'udu khimasatan. Nëse ju i mbështetni Allahut me një mbështetje të vërtetë, Allahu do t'ju furnizon juve sikurse i furnizon shprehzat. Dalin mëngjes nga foleja barkëzbrazur, kthehen mbrëmje bark ngopur. Rrezikun e çon Allahu dhul xhelal. Andaj do të kemi mendim të mirë për Allahun, se kjo praktikisht na thot se na kemi mendim të keq për Allahun, na dyshojmë se Allahu na çet pi krize, na dyshojmë se Allahu na ndihmon në kriza, na dyshojmë se Allahu na jep zgjidhje dhe rrugdale. Kjo është problem i madh. S'ka këtu hapësirë. S'ka këtu dy mendime. S'ka këtu banë edhe kështu. Gjumojnë dësh me fal. Edhe kjo është obligim për Allah dhe ti gjindu. A kush mundohet, Allahu ja leton. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dhe ata që përpiqen mundohen në rrugën tonë, na do ta udhëzojmë atë ka rrugën. Do ta udhëzojmë zgjidhjen, do ta tregojmë zgjidhjen. Do ta japim përgjigjen e urtë, saktë, që ta bindish atë, do t'ja bindim atë, do t'ja bëjmë zemrën atij, shefit jo musliman, ta kupton ankesën dhe nevojën tonë. Andaj kjo ka nevojë me për të lidhjen tonë me Allahun xhallah. Me botobe si o Allah më fal, kam menu keq për ty. Allah fal, kam punu keq. Po Allah tash e kuptova, u pendova, me jep një zgjidhje. Më ndihmo, mos jetë sprov për imanin tem, edhe për jetën teme, që kjo çështje, dhe sigurisht se Allah mendimin e tij ka me të rretu. Po. Allah që shon e u, ma ka besu dëshirën që të gjumon e falë. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sigurisht. Alhamdulillah. Po edhe një rast, para një 70 vite, që tha për gjumu, është ku marruë, e patur një varrim, e tha milion varrime, tha njerë të falën në gjumon, e tani e varrosë. Ka ndurë që tha, se ma mirë njerë me falë, tha gjumon, tani me varrosë. Po, dhe ma. Hoxha ka shfryzur rastin që ata që janë në varrim, domthon ta falën në gjumon, se ndoshta dikush për aty me që është aty me varrimin X e falë në gjumon, ka përdorur një urtësi të mirë, alhamdulillah. Ordon. Si është motrat a mundën me falë gjumon? A është obligim apo jo? Ja, nuk është obligim për motrat me falë gjumon, obligim është për burrat, po me pas vend për grad në xhamia, domthon është mirë me marr pjesë, sepse ndëgjojnë hutben, e bëjnë namazin me xhamat, takon me muslimanët, sidomos këtu për gurbet, ajo ndihmon shumë për me rivitalizu imanin, me ringjall imanin, edhe me kriju kontakte me muslimanët, domthon për me se ju këtu jetoni që ka përderdhur në lagjet e jo muslimanëve. E prania në xhami, namaz me xhamat, të xhumon kur ka më shumë kallaballok, është me rëndësi se krijon rrethe të reja mes muslimanëve. Në këto rrethe ja mojnë imanin në nivel të duhur, domthon, dhe kjo është domosdoshmë e urtë edhe e saktë edhe e mirë, sidomos domosdoshmë gurbet që edhe ne praktikohet, po këtu edhe më shumë do të ishte e nevojshme, por nuk është obligim. Betet vepër vullnetare. Orma. Ndeshta një pyet për kredin. A është ndalume kredia pakamot? Nëse është pakamot. Nëse është pakamot, nuk ka problem se kredia borxhi. Se kredia është borxh. Që ta jep njeriu apo institucioni. Dhe për shkak të ndihmës që ta jep sistemi bankar perëndimor kapitalist, ka llogarit domethënë një fitim të sigurt. Pse ata llogarisin se parën që ta jep ty, do të ka rrezik humbje dhe ka rrezik humbje vlere. Dhe për këtë shkak ta caktojnë një vlerë shtesë, kamat, për ta siguruar pasurinë e vet. Mirë, pa fetarisht është haram. Edhe me ijma, me ajete të shumta, me hadithe, me konsenzus të muslimanëve, kredit me kamat të gjitha janë haram dhe ato nuk bën halal në asnjë rast. Por nëse ka individ apo institucion që t'jep kredi, borx,
në afat caktuar dhe nuk ta obligon ti paguash shtesë, nuk krish punë. Është borxh sikurse mund të ta dhon secili njeri borxhin. Mirë, po a ka as institucione këtu? Nuk e di. Ajo është domethënë çështja për tu debatu, sa e di unë zakonisht institucionet bankare do të japin kredi, të gjitha janë me kamat, nuk ka kredi pa kamat. Po nëse ka borxhi që të jepet me afat caktuar, në të nuk ka shtesë, fetarisht nuk ka problem. Kështu për, domethënë për pare për tholla, s'ma merr çka po, është një pyetje për kërë. Janë da aksione që tash, për shembull se llogaritë domethënë pa kamat. Po. Në pare që i pagun, nëse e merë, për shembull tash kerën 18.000 euro, domethënë i kthen me ratë, po çat. Po. Këtu ka një problem tjetër të shitblerë e kerreve, se fatkeqësisht shpesh na ka ndodhur neve hoxhallarëve të kemi një keq kuptim me xhamatin, domosë ai pyet çështë sikur se pyetë ti, një kompani shet kerr me kiste dhe kistet nuk kanë kamat, a bën me ble as bën me ble. Do na i themi përgjigje është bën me ble, mos është domethënë shitje me kiste pa kamat bën me ble. Mirë po, muhabeti është ndryshe. Jo që ai e ka shtrembuar pyetjen, po ai s'e ka kuptuar vetë situatën. Do të ka, nëse është që kontrata, çdo kontratë e ka natyrën e vet. Edhe kontrata duhet me lexu mirë për me kuptu. Kontratat e shitblerjes, se në bazë natyrës kontratës i jepet përgjigje ose i jepet natyra shitblerjes, a është halal apo është haram. E tash në Evropë ajo që ndodh është shitblerje me sistem leasingu. Edhe kjo është shitblerje me kiste, por nuk është kontratë shitblerje, është kontratë e qiradhënjes. Se leasing do thot pagesë qiraje, jo pagesë kisti dhe rate. Këtu ka dallim. E tash për shembull Shqipica e Vllaznive këtë formë që ofrojnë shumë sallone këto, leasing sistemin, e llogarisin shitblerje me rata pa kamat. Kjo nuk është shitblerje. Se lexoni çka do të thonë leasing. Edhe e kuptoni se ajo është pagesë qiraje për përdorim të kerrit. Dhe për atë çka do të kontratën e ki 3 vjet me paguajt për shembull ka 300 euro, 400 euro, mas 3 viteve do thotë përfundon kontrata, i ki 2 oferta. Një e kthen kerrin, bën kontratë 3 merr kerti. Që do thotë ti nuk je pronar i kerrit, ti je përdorues. Veç pagës, tash çfarë ket. E dyta ti jep mundësi thotë masi ke përdorur 3 vjet këtë kerr, ky kerr sot e ka vlerën, për shembull 20.000 euro kerri ka vlerën. Sot e ka vlerën 10.000 euro. I jep 10.000 euro e blen kerrin. Atëherë ti e ke blen kerrin, deri tash ki paguajt qira për përdorim. Andaj ulemat kanë thonë për këtë, po duhet më sharu masi e pyete. Ulemat kanë thonë, ky lloj leasing sistemi i shitblerjes ose i qiradhënjes ose qiramarrjes është në gjuhën arabe thuhet al-ijar yantahi bit-tamlik. Do thotë sistem qiradhënje që përfundon me pronësi. Mirë, po kjo ka në shumë pika kundërshtim me rregullat e shariatit. E para ka bejateni fi bejatin wahide, ka 2 kontrata me një kontratë. Domethënë një ki kontratën e parë qiradhënjes 3 vitet e para, edhe kontratën e dytë e ki shitblerjes që përfundon domethënë mas 3 viteve. E dyta ka bejul gharar i thotë, shitblerje të mallit pa njohur, ti nuk ka din vlerën. Ti po e blen një kerr, ama nuk di çfarë vlerë ka, pse sot nuk e di blet, ti blen mas 3 viteve, çfarë vlerë kanë pasur nuk e din. E treta domethënë kante, do thotë komar, se ti rrezikon domethënë, faktikisht i jep 300 euro, në fund don me marr kerr domethënë që për 20.000 euro me marr 10.000 euro, ja e merr, ja se merr, se mundesh me bën ndeshje ndërkohë kështu me radhë. Andaj kjo formë shitblerjeve të shumica dërmuese, domethënë e ulemave është haram. Sigurim kasko. Po sigurim kasko obligon sigurimin kasko, se s'mundesh ti me bë kontratë leasingut pa sigurim kasko kështu me radhë. Andaj kjo është tjetër, sistem leasingu është një kontratë vete që duhet me kuptu mirë xhamati pastaj me pyet. Se mu person që ka ndodhur kanë pyet vllaznia për Gjermani, për Evropë, o hoç, një kompani sallon na shet kerë me rata pa kamat. A bën me blerë, thonë bën me blerë. Kur po thonë jo nuk është shitblerje me rata, por është leasing sistem, e thosh. Tash kjo ndron, nuk është njësoj.
Urdhno vëlla, tash tipi që kjo është rast tjetër po them. Po, nëse për këtë kuptova, po. Kjo është domethënë ose i pagun parë për shembull me një herë. Po, ose po. Ose është aksion. Po, shumë rregull. Nëse është kontrata, shkruan aty figuron, kontratë që të vlereje me cash apo rata. Është aksion fund viti për shembull, sallonit na kanë vetë neve shumë vetura e dojmë me i shit, se ku ta bëj kontratën në kanë shit mallin apo. Edhe jap mundësi që blerësi vetëm të ma pagun cash, ma pagun me rata pa kamot, nëse shkon kontrata shit blerjeje me kiste pa kamot, e ki halal me ble në mall tjetër. Pa kundër problemi. Kush është edhe pronari i kerrit? Edhe blerësi. Domethënë kjo nuk ka lidhje pse janë këtu, domethënë tre. Jo, banka çka ofron këtë rast? Se banka domethënë është garantues. Pronari Jo, e parët. Aha, faktikisht ti merr kreditën pi bankës, kështu do ajo, po. Faktikisht ti, domethënë kështu ajo salloni ja shet kerrin bankës. Banka ti t'jep kredi për me blek kerrin, ti e merr kerrin e kthen bankës kredin domethënë pa kamos. Këtu ka një problem, këtë është në rregull përveç problemit bashkëpunimi me bankë, që është problem, domethënë unë për vetë s'mund më dhon përgjigje, se këtu çdo sen është me bankë, se bashkëpunimi me bankë, nëse s'është pjezorit nuk ban. Veç kjo pikë është problem, pse merr krediti domethënë pa kamot, kjo është halal, po a ban me bashkëpunu me bankat kamotës, a nuk ban? Kjo është çështje që ka nevojë me konsultu me ulema më të mëdhenj për me dhon përgjigje. Ama këtë procedura është në rregull, përveç kësaj bashkëpunimi me bankë, që banka t'jep kredi, e ti duhet me akthi kredin pastaj me rata bankës, edhe pse është pa kamot, se ti po bashkëpunon me çat bankë. E tash a ki të drejtë me bashkëpunim me bankë që punon ekskluzivisht me kamot, pa nevojë, kjo është çështje domethënë që ka nevojë me konsultu me ulema për me dhon përgjigje. Edhe në një pyetje mbas se çtoi një shpeshur po fillo që se ti tash për merr pa kamot. Nuk është kamot të ditë. Ti marr 20 vjerë. Po tash unë Allahu që ti na shtanesa nuk ndrojet. Po. E çamë botën. A mas një vit e 2 zbiloj që të 20 vjerë pa kamot apo. Po. Nuk i përgjegjësi. Nëse ka ndodhur se tash ti ke marr atë domthon borxh që ke me kthy në fatin që e marrën vesh. Se ndodh që ti vdes, u mbetet borxhi i fëmijëve tu. Me rregulla fetare, apo. Këtu nuk e di si është to. E tash mia të vogël, s'po mund me pagu. E pa atë duhet me mendu ti mirë. E pa atë është më mirë mos me hise, i shti llugave fëmijët e tu, po. Inshallah. Po. Se dhe mu ma të të në pytje, nëse baba ta lën është në haram, e djali është rrugë të drejtë, nëse baba po hin kredit, po ta lën kreditin e haramit, është detyrë djali me paguat borxh. Po, djali i merr borxhet e babas edhe pse i ka me haram, po. Edhe bile është më mirë mi kalu sa më shpejt nëse ka mundësi për më letu atij. Se ka borxh, sikur që ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o konti a fal xhenazën një njeriu, ka thonë, a ka borxh filon dikujt? O shumë njëri ka thonë, po, mua ka borxh. Apo borxh haram me të. S'ka lidhje, borxhi sa esenca është halal. Se para e kapitali është halal, kamata është haram. A ke qartë? Edhe ka borxh. Pa ja la atij domodin, ai nuk la atë atij borxhit. A ke qartë? Edhe pra fëmijët duhet më la sa më shpejt që është e mundshme për më letu atij. Ti mundesh më la borxhin, ama ai vuan për atë borxh. A ke qartë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o konti a fal xhenazën dhe ka pyet. Ai ka borxh filon dikujt, kanë thënë sahabët, njëri nuk ka borxh. Si o konti u bogati më fal xhenazën, është tërheq anash. A ka kush ja lan borxhin filonit? O shumë njëri pesë ka thënë jarsa, unë ja laj borxhin. Atë ka kthy prap, ja ka fal xhenazën. Se borxhi është domethënë, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shahidi çdo mëkat i falet përveç borxhit. Se është barë rëndë, që të është të mundës mësë mja falë, mësë mja la, ama e lën azab babën tana, që që, edhe pëse është me haram, do është me hek, që s'paku për matë kapitalin basë që ka borsh më stavuje, në të vuje vetëm për haramin që ka bërë. Po të në pyjtje, nëse jenë shkollë tash, edhe ishe një vëlla musliman, po
po me vepra, me emrin musliman, me vepra shokrovnic, dhe alhamdulillah mundohesh në rrugë Allahut me thirr, të mundohesh sa ai çdo herë gjen arsye, jo s'kam nje ose s'kam kohë duhet më shku, ti prapë e thirr në rrugë të Zotit, edhe alhamdulillah bëhet ashtu se e kupton fenë Allahut azza wa jall, dhe vjen xhami, vjen falet e krejt, po mi mas në kohë e shese i kalon, dhe ti prapë mundohesh me thirr, dhe shë se ka shku me njerëz stafrullah se bojnë haram, shesin drogë, ose mojnë drogë, ose bojnë Po. Edhe ti prapë mundohesh me thirr, është aty momenti ku ti duhesh më largu, nëse ai njeri tani thotë nga ti i kupton fenë Allahut qysh mush, thotë kum bu gjënohun shumë haram, s'di vet kjo zor për mosh nuk mund më do për këtyn për s'di shka. A duhet këto më do për tina apo? Ja, duhet me vazhdu përsëri me thirr. Se çdo njeri i ka ato fazat e baticave dhe zbaticave, rënjes dhe ngritjes. Edhe ai njeri po të kishte qenë dikush më afër atij në shoqëri, s'do ta kishte lënë me radhën shoqërinë e vjetër. Dhe për këtë shkak ulemat thonë prej veprave që e forcojnë pendimin e njeriu është ndrimi i vendit, edhe ndrimi i shoqërisë. Nëse dojmë na dikush prej trive që është i zhytën gjunahën, haramën, punë të liga, të udhëzohet, masi të fillon të udhëzohet, na duhet me këshillu atë që ai me ndru shoqërinë. Mos me lidh me shoqërinë e vjetër. Nëse s'mundet mu largu për shoqërisë në qytet, të ndrojnë qytetin. E dini hadithin e atij që ka vrarë domodin 99 njerëz, edhe pastaj ka plotësuar me 100. Dhe porosia e alimit ka qenë, ka thonë ka pendim për ty, po jenë vend keq. Ndroj vendin. Andaj ulemat kur flasin për pendimin e trive, zakonisht kërkojnë, insistojnë mas pendimit ta ndrojë shoqërinë. Nëse s'mundet ta ndrojë shoqërinë atë vetë është vendi i vogël, atë ta ndrojë qytetin ose vendin. Se zakonisht shoqënia e keqe mundohen me 100 mënyra. Nëse ti ke përdorur 10 mënyra, shoqënia e keqe përdor 100 mënyra me kthy prap. Edhe shembullin që e tregova te si rast, tregon se çashtu ka ndodhur. Ti ke arrit sukses me sjell në xhami, mirëpaj se është ndapi shoqënisë keqe. E shoqënia e keqe kanë arrit, domethënë, me e kthy prap në gjirin e vet. Mirë, po nëse ndodh kjo, a duhesh më dorëzut, nuk duhesh më. Përsëri duhesh më ftu, me e thirr, me bë dua për të. Domethënë, më mundu faktisht me marr në aktivitete pak jashtë vendit, në seminar më larg, në mujt në haxh me shku, në umre me shku, kupton? Me shku për shembull dikon në vizitën e hoxh këtu në Gjermani, në hoxh për shembull i Zoti i aft, me shku për shembull te na atje nëse është pi vendeve tona, kryesore me largu prej shoqënisë edhe me pas me vetje më afër një kohë më gjatë, që ai të kuptojë se ajo shoqëni nuk i sjell dobi kur fal. Po smrin sukses, dorë të Allahut. Puna është familja e tij janë kërkonishme kjo. Po. Domethënë nëse i fol për Islam sa et unë e pëshyrë më blitokë, më kalu më blitokë, më shpi, anë i këne. Mirë po, ai punon në atë vend, ku edhe shoqënia punojnë me to. A kupton? Edhe, s'di se ka ndodhur rasti, kanë thonë, apo i kanë thonë edhe unë, më dojë për ati vendit, më shku në event tjetër, më punu tjetër, thëtë baba nuk më den, më mytë baba. Baba nuk më den kështu, atë jo problem. Po, e jotja është me këshillu, me bo doa për te, nuk e ki në dorë, në më thonë, ti udhëzimin e ti, dorë të Allahut është, po e ki obligim me këshillu vazhdimisht. Shtatë kesh mundsi. Fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë mërzitej pse njerëzit vazhdonin në kufër. Shumë mërzitej. E i tha Allahu, wala tadhhab nafsaka alayhim hasarat. Allahu dhe tha, mos e ngarko veten tonë shumë pse ata nuk udhëzohen. Pse fund nuk udhëzimi ty ndër tona. Ti e bën tonën, pastaj bën dua inshallah Allahu e udhëzon. Ja. Po. Nëse një shok, këtë familja tina bojnë shërp, a kena të liu me shkute ta, dhe më thonë hinë e dalmi, edhe me hangë me pitë ta, apo me pas më veku ta, atë do të distancohme. E para duhet konstatimi se bëjnë shirk, duhet mu verifiku, e para. Nëse kjo është e sigurt, atër nuk banë me shku me hangër ushqim të ata. Po. Nëse së është e sigurt, po është do më dhe paramendim, muhabet ka nërë na dhe i egzagerojmë gjërat. Nëse nuk është e saktë për i shmonë, se janë gjahila, kanë arsye sen, ama nëse konstatohet pa dyshim se ata kanë bërë shirke duke e ditë,
edhe konfirmojnë, edhe publikojnë, edhe thrasin të, atëherë nuk ban me shku më ngur ushqim të ata, se do më ushqimi i mushrikëve është haram për musliman. Kontakt ban me pas, sprish, po sikur se ka pas kontakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij të ngushtë, mushrik janë kon. A kupton? Do të për shembull atë personi që edhe vllavi e ki familje, e ki nashti bovë ose no, e i bën çfarë punë shirkit. Për atë unë e përmend se konstatimi i shirkut duhet me qenë i prerë se na kanë erë pak ngutemi nga ata folin për ignorancës, bëjnë vepra se si dinë. Edhe ai nëse bën veprime të tilla, konstatimi i shirkut i është diskutabel, apo nëse flasim pas raste. Po flasim për raste, për shembull ku njerëzit besojnë se shehu, domethënë mundet mi bëu dam më shumë se Allahu. Se betohet në teqe dhe në sheh më shumë se betohet në Allah. Beson se, domethënë gjëra që i bëjnë domethënë njerëzit që janë me sheh, shumëta. Ata flas për shembull mohabete të tjera që prind ton për ignorancës, për mosdijes, për i flasin do fjalë që ka kuptimin e shirkut që nuk e din, nuk llogaritet ajo, domethënë shirku. Pra do të konstatimi për dikën që ka bërë shirk do të jetë i sigurt, i saktë. Jo i paramenduar me hamendje, domethënë ma mërmendje mu që ka bërë shirk. Nëse është i sigurt nuk ban, edhe nëse është nuk ban me hungur ushqimin e tyre. Ama nëse nuk është i sigurt, atëra i bëjmë davet, rrim me ta, komunikojmë, bëjmë dua që Allah t'i udhëzoj. Unë që kam edhe unë pyetje shembull tash prind bojnë be fëmijë. Po pasha fëmijën, po. Po. Se di tash është ajo shirk i madh. Jo, ajo është shirk, ajo është domethënë betimi është i thuhet betim i kot. Se ata nuk e kanë kuptimin se fëmia është i shenjtë, po u kanë me shprehi e gjuhës. Po. Edhe pra ne themi do të na me korrigju, ulemat kanë përmend për kufrit të vogël, ka thonë betimin me dikant tjetër veç Allahut. Është kufër në vepër, nuk është kufër i madh, nuk i nxjerr prej feje, është gabim, duhet na me korrigju ata, ama nuk është kufër edhe shirk që e nxjerr kësaj shpefeje. Po duhet me korrigju, më thonë edhe mos bën beje në fëmijë, po bën beje në Zot. Ata pse nuk bëjnë beje në Zot? Se shejtani ka mashtu, ka thonë se Zoti është i madh. Na ka bëjnë beje edhe rrenjshëm. E mos bëjmë beje në Zot rrenjshëm, bëjmë beje në gjëra tjera. Kjo ai të hik rrenës bën shirk, apo në kufër. Ama ka kufër në vepër, nuk është kufër në besim dhe njeriu nuk del prej feje me betim domosdoshmë të këtill, por duhet me korrigju me e kështu si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala wallati wal uzza falyukaffir falyakul la ilaha illa Allah, kush betohet lat në Zotin, le ta shpagun këtë duke thënë la ilaha illa Allah. Po. Shembull tash në kam fletore të vllaznia Turqeli, qysh falen femrat dhe qysh falen mosh. Meshkët, po. Po, meshkët. Tash unë më ka dhënë shembull prindët mi, më ka dhënë që qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qysh më kemi po mu, falën edhe jo. Jo, po. E tash aty nuk ka thonë ai qysh falen femrat e qysh po meshkët. Po. Që ashtu është, po ata se se kuptojnë, le të falen si vend, s'prish punë. Dallimet janë të vogla, po. Po, hurbeçesin du. Po. Po. Pa dyshim se domethënë ulemat kanë thonë se nuk ka dallim mes femrës dhe mashkullit në namaz, përveç gjërat e veçanta për to që janë, domethënë puna e kohëra kur falen, kur s'falen, kështu më radh. Ama gjëra tjera krejt çka është argumenti fetar që nuk e kanë dallim duhet me bëni njësoj. Po te ne normalisht i kanë mësuar se ka do dallime për shembull mes burrave dhe grave. Ajo nuk qëndron me argument, po nuk është problem i madh, le të falen. Masi e falet, na jemi qarë, jemi premia, dhe. Si do le të falen, veç le të falet, elhamdulillah. Edhe gëzimit e fundit edhe po e mbyllim, inshallah, se me ta kuptu pak më mirë sa me grupet nuk jam i sigurt në suretul Mudathir është kjo, kur Allahu xhaleshanehu thot rreth s'më kujtohet në fakt se ku ju ka drejtuar me këtë fjalë, kur Allahu e bëri një person të vdes, andaj e gjallëroi ato dhe e pyeti ato se sa ishe i vdekur. Ai tha një gjysmë ditë ose një ditë. Po. Suratul Kahf. Nuk po kujtohet faktikisht, vetëm po ta dëshirë ta di sqarimin në cilën kohë është marrë fjalë te Benu Israilt. Kjo është domethënë tregohet për Benu Israilt, në popujt e mëhershëm që ka qenë, domethënë, thjesht ka qenë një shembull se si Allahu me i bind ata për ringjalljen. Se do të ka qenë ai një kohë gjatë i vdekur, pastaj ka ringjallë Allahu për me tregu si shembull konkret për mi bind ata se ka fuqi Allahu me ringjallë njerëzit edhe prej
domethënë gjendjes vdekur për të eliminuar këtë dyshime që kanë qenë domethënë. Është për Banu Israil, domethënë është kohën para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë sa e di nuk është në kef as në mëdhet po është Bekara është. Bekara është në mas ajeti kursi faqen e tjetër domethënë. Kam lebith të yawman aw ba'da yawm. Të amin. Po. Se ai thot për shembull shikoj ushimin tan, edhe kafshën ka pas për shembull domethënë, këtë ato janë kalba që ka me domethënë ka rënë gjallë. Po Uzerin. Kon e Uzerit tani. Jo me Uzerin. Me Uzerin tani sa vet. Po. Pak se pas po një ditë pata lexuar nga pëlqypi tregim shumë i mirë. Po. Po ta se Me Uzerin në Tiranë. Urna. Shemull për jetë shemull, ta pleç, se në përbërën Gjermani, ka 40 vjetë shemull, ka në Gjermani, dhe nuk kanë njoftu, të më thonë fejnë, ashtu qysh është, të më thonë esenca për në bazë, dhe kanë pasu gjallar, se kanë arë për vendet ndryshme, dhe ja kanë të regu fejnë islame. Mirë po ata faktikisht nuk ja kanë të regu ashtu që duhet, Po. shumë kanë këshirë për vetëm ashtu. Po. Nëse tash mas namazit, se të torç ose të pushnjakt ose xhami të ndryshme, se bojnë Dhikr me xhamat, po. Po, bojnë me xhamat. Dhe tash ne matrish çka bojmë i tregojmë pleçve. Nuk ban që shtu se Muhamedi alayhis salatu wassalam nuk ka bërë kështu, ka bërë, domethënë mas çdo fort ka bërë zikr e kështu. Thatë po, ti mësë më ka zonë që 20 vjetë unë jam enë me hoxha Allah, a i hoxha më ka të regu kështu, ta shti ku danë më ka zonë kështu. Kupton? Po. Të është problemi, ku vjen edhe në përqarja. Konflikt, po. Edhe në konflikt, edhe a është... Shiko, është një temë që shpesh na përsëritet neve xhamatit të ri me xhamatin e vjetër. Unë mendoj se nëse do të më shartu një pemë, më sharton kur është e re. Kur të bëhet pema domethënë e vjetër, s'ka dobi shartimi. Kështu që them mos debato me një xhamat plak i cili falet, edhe pse në namazin e tij ka disa bidate. Pse e ki vështirë me mush mendën e para, e dyta domethënë kanë herë edhe nas dina me debatu si duhet, e i shtim një natë edhe më shumë. Edhe fillon ata me fol keq për trit pastaj. Kështu që a falet ai lënë alhamdulillah. Ai s'ka përgjegjësi për ato gabime. Përgjegjësi i ka ai hoxha i vet që ka mësuar gabimisht. Kështu që lëna që falet ashtu, hiç mos bën mohabet me të. Shërbeje, kujdesu, bëni mohabet, domethënë krya punë. Nëse ai të përzihet ty thotë ti mos e bën ndryshe, atëherë ti nuk ke obligim me ndëgju, por duhesh me vazhduar, domethënë me ndjek atë që është e saktë, që e bindi që është e saktë, po komunikimin me të duhesh me pas në mënyrë të sjellshme, korrekte, me edukat që mos t'ia kthesh me vrull, me nervoz, me fjalë të rënda, po me fjalë buta, o bab, për shembull, o xhibab, o gjysh. Sikur se të kam mësuar ti hoxha ashtu, hoxha em ka mësuar kështu. Tash unë ndryshe s'dy, edhe unë kthy kanë po munona me bosi ti, po çes po më shkon goja. Edhe tash mos thuti që kjo jo xhibab, jo bab, ti e ki gabimin e kam thënë, ti mos i thuash se ai se pranon. Valla edhe unë kanë po dusi ti me po s'm po e bëj. Se ç'të jam mësuar, si fëmijë tash hoxha më ka mësuar kështu, mu ka mush menja kështu jam kurriç kështu, tash ti vazhdoj si e ke bëu ti, unë po vazhdoj si e kam mësuar unë. Ata më dy timin në xhami, se s'po vin hiç më fal. Me gjeti mënyrë që me i konfliktit apo. Puna është nëse shkojnë në xhami, atorsh, shem ose dikun tjetër, edhe e di se ata e bën zikrin me xhamat kështu. Tash unë më shkoj atje, tash në sofën e parë, shem, e mas farzit, ata e folin sunetet ose thonë ala sunet. Po. E ti tash nuk e ban zikrin me ta, po e ban vetëm se ban zikrin, e ban dua vetëm. Të qysh pinon çmon ata tjerë, apo pido është për tjerëve? Unë s'do valla, s'moj. Nuk moj. S'po moj valla. Parë të ngam shumë. Valla. Pido është për tjerëve, ata u bojnë zikrin së bashku ti e ban vetëm as kështu. Ajo dallon, kjo situatë dallon prej vendit në vend, edhe prej xhamia në xhami. Ka do xhamia që ti nëse ndash për xhamatit, shikojnë shtremt, ta bëjnë muhabetin, bëjnë fitnë, ndoshta nëse njohin familjen tonë,
i bëjnë fitnë në familjes tonë, atëherë pse bën çto probleme të mëdha e bën si ata. Jo pse është e saktë ajo, po për mik problema thoya. Ama nëse janë në xhami që ata e kuptojnë, për shembull ka xhamia që kush don çish do falet. Dikush falet dhikr me xhamat, dikush falet vet, edhe xhamati ju ka mësu. Atëherë ti praktikoj që është e saktë sipas teje. Të nan maqënia atje, për shembull neve si xhallan na ndodh. Për shembull në xhamia që shkojmë zakonisht e kur falemi sen na njeh xhamati e njohim, falemi si është, si mendojmë që është e saktë. A më të shkojmë në xhami për në fshat largë që s'ka pas asnjë vëlla përpara që është fal ndryshe për tymve. Nuk dohemi për xhamati, pse se na kemi shku për herë të parë. Nëse për herë të parë krijojmë konflikt, ti kur mos mundesh me fol aty. Edhe respektojmë rregullin, ikim sa të mundemi bidateve. Po nuk bëjmë veprime që me zgjuve mendjen e tyre domthon ka shkënesh. Andaj secili musliman të mëkon i mençëm, me ditë çka është e sakta, edhe me ditë se si me menaxhu situata kur ka mundësi me pas probleme. Ulemat përpara kanë thonë kur të vjen buka, nalet muhabeti. Arabisht thonë idha shtaghala ad-darsu batala ad-darsu, kur të fillojmë me punu dhamt, domethënë bjer vlera e dersit. Kështu që e mbukë muhabet nuk shkon. Allah I dhash bereqet me vllaznive. Na po e përmbyllim domethënë këtë mexhis me çka, inshallah nesër vazhdojmë pjesën tjetër. Allahu na dhash hajër dhe bereqet. Allah I shpërblet vllaznit që u bën sebeb që jemi taku në xhami elhamdulillah, ngroft elhamdulillah, vllazni I ball elhamdulillah, buke lang me pi elhamdulillah, tanat mirat. Dunya e ahiret elhamdulillah. Allah I shpërblet. Zoti I dhash bereqet. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.